Ishte një person vëllezër në burg që e quhenin Ebul Haytham at-Tarrar. Subhanallahu vëllezër, interesantja ishte se çuki i burgosur kishte qenë, hajdut, prej hajdutëve më të njohur, më të famshëm. Pasi që në burg vëllezër aty ka kriminal, aty ka hajdut. E me to, ka qellu Imam Ahmedi. Në të farqelin ku ka qenë me to me Imam Ahmedin. Amo ai, pasi që subhanallah Imam Ahmedi vëllezër, që dietar subhanallah ka qenë i veçantë. Ishte vazhdimisht i lidhur me Allahun azza wa jalla, vazhdimisht në adhurim, edhe ky që ishte hajdut i madh e donte shumë Imam Ahmedin. Edhe shikoni vëllezër që ka bëu Allahu azza wa jalla sebeb me u forcuar Imam Ahmedi përmes këtij personi. Aq shumë është transmetuar që aq shumë e ka dashur Imam Ahmedin derisa i ka sjell edhe ushqim në mënyrë pa lehtëshme për jashtë ushqimit Imam Ahmedit i ka sjell. Edhe një ditë e vreti se Imam Ahmedi po vunte shumë nga kjo sprov. Edhe nga ato plagët që i kishin shkaktu, ato torturat që i kishin shkaktu. Edhe ju afroi Imam Ahmedit. Edhe po i thot në vesh kështu. Ata po të torturojnë apo? Tha, ata po e bujnë këtë që ti ta thuash atë që po dojnë ata. Bindjen e gabuar, se Kurani është i krijuar e jo fjala e Allahut azza wa jall. Tha, po dije o imam, se tha, ata më kanë torturuar mua shumë herë. Edhe kanë dashur që unë me pranu, më kanë shtyr me pranu se unë kam qenë hajdut që kam vjedh atë që kam vjedh. Edhe tha, e kam dëru këtë torturë dhe nuk e kam pranu. E kam dëru këtë torturë dhe nuk e kam pranu. Tha, unë që ato rrahje i kum dëru, me dërim të madh, kum bo sabër dhe tyre. Edhe kum qetha në të kotën, për hajdutnisë që e ka bo. Prap ka dëru, nuk e ka pranu se ka vjedh, edhe pse ka vjedh, nuk e ka pranu. E ka dëru kam gjikun, edhe nuk e ka pranu. Tha, unë që ashtu kum bo, nuk e kum pranu, ama për të kotën e kum bo këtë. Tha, ndërsa ti, si ki mundësi me u dorëzu e ti tha je në të vërtetën. Prandaj tha, o mjeshtrin, mos u dorëzo, mos u dobëso. Që kjo fjallë në fund vëllezër është me të vërtet briljante. Edhe i tha në fund, nuk duhet me qenë kështu që njerëzit që janë të vërtetën me qenë më pak të qëndrueshëm se sa ata të cilët janë në të kotën. Ata në të kotën me duru më shumë se sa ju që jeni në të vërtetën. Edhe me të vërtet vëllezër, këto fjalë ishin sebeb që Imam Ahmedi të qëndrojë stabil në fenë Allahut azza wa jalla dhe në akiden e Ehlus Sunna wal Jamaa, në besimin e Ehlusunnetit.